Përshëndetje të nderuar miq, sot të t'ju jap një këshill të bukur të mirë lidhur me disa barishte apo që janë erëza, njëra prej tyre është boziluki dhe tjetra është menta apo menexhiku, ashtu i thënë. Dhe unë zakonisht këto i mbjelli në kopshtin tim, por preferohet që ti mbjellni qoftë edhe në një saksi, sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ai na mëson, nëse keni ujë edhe dhe tokë dhe bëheni të varfër, ta dini se e keni për buzë bereqetin, begatin e Zotit. Prandaj të dashur miq, menexhiku apo menta dhe boziloku shumë janë bimë që munden edhe në saksi me unë njell. Boziloku është i mirë për antioksidant, kur keni infektime të ndryshme, mund ta përdorni edhe në si çaj, por edhe në fund, pasi të zihet gjella mirë, atëherë vendoset një grusht bozilok. Gjithashtu menta është shumë e mirë për çaj dhe për gjellë që për mi. Ajo është për me tret ma mirë ushqimin, sidomos për ata që kanë probleme me luktin. Mundën me vendos edhe në pasul, sepse pasulin ma vështirë e tretë luktin. Prandaj dhe në zorë normal pihet. Prandaj gjithashtu menexhiku apo menta, që tashun do t'ju tregoj ku e kam mbjellur, ato përgatiten edhe si çaj apo e vendosim në një gotë lëngu, por para se me vendos të lëngu duhet pak me ndryrë me dorë në mënyrë që ajo me lishu të gjitha materiet ushqyese. Ja pra, këtu e kam bozilokun. Boziloku për ndryshe tham është antioksidant. Shikoni, kur e shtypni kështu në këtë mënyrë, o zot çfarë aromë, tepër, o zot çfarë aromë, tepër e mirë. Pra kështu, bozilokun, unë e mbjelli në saksia, shfrytëzoj çdo lloj saksie për të mbjell bozilokun. Këto lulet që po i shihni, këto i largojnë miskojat, prandaj është mirë me i qitë pranë dritareve, po që e hap dritaren. Edhe si kjo t'ju tregoj, profeti gjithashtu na mëson, ju duhet me mjell e tjerët korn. Këtë e kom mjell si vjetë, është ftonje, besoj se ka me dali bukurimi, dhe këtu e kemi dorë zonje. Kjo dorë zonje, ose i thënë në turqisht, Hanëmeli. Hazreti Fatime tu Zahra ka qenë njoftun për këtë lulë, prandaj ja kanë vendosur emrin lulja e zonjës, pra dorë zonje, sepse kur kanë hyrë mahallën e Hazreti Fatimes, i ka ardhur aroma e bukur tër mahallës. Kjo është pra menexhiku apo menta, këtë mund ta mjellësh kështu pra. Unë pak më përpara i shkurtova, tash do t'ju tregoj në kuzhinë, dhe i shkurtova dhe këto pas një javë prapë rritën. Kështu që unë tanë verës në këtë kopshtin tim të vogël krijoj edhe shirup prej drëndafilave e të tjera, edhe e shfrytëzoj rastin, edhe pak punoj tokën, sidomos është shumë mirë kur shka bashe me hecë këmbë zbathur, sepse të gjitha jonet negative, pozitive, një që i marrin prej elektronikës, jo në ciment. Ne i tokëzojmë pastaj me tokën, dhe kështu që është e preferueshme një gjysore në ditë me ndetë në bashe, kudo që kemi, apo në park të qytetit, hiç mos ju vjen marrë, vetëm tekni bile dhe çarapët edhe hecni në për tokë. E kështu pra të nderuar miq, pasi që i keni prej këto shka janë ma të mdhaja, pra që janë rritë, që s'ka ndërmend me u rritë, atëherë i di unë këtu në uliqis, dikush të tjo s'ka nevoj, mbesoni, une nuk i besoj se po kalojnë macat aty, ndonjëherë edhe të pëjshisë dhe macat e mija, mi në realitet, e kështu që ma mirë është prapë me la. Pasi ta kemi la mirë, e shkundim, dhe i lojmë kështu pra, i palojmë këto fletat, një mbas një. Dhe ja pra të nderuar miq, kështu pasi ti kemi larë këtu, dhe ja pra si që po e shihni miq, minimum një 10 ditë këto duhet me net. Kështu edhe ko pas kohe me i kthy nga ana tjetër, kur të thahen,
Nëse janë gjysëm të thara, ato është mirë i vendosni në përsi paketime dhe i fusni në friz, kur dëshironi si të freskta, me i vendosën në për gjem, në salata. Mirë po zakonisht edhe dimrit në për saksia, kjo nanja gjithmonë lërzon. E nëse doni me qenë si të thara, kështu për çaj edhe për gjema, atëri qetni në për gaunoza të ndryshme që duhet të mos jenë të mbyllura, sepse munden me u myk. Ja pra të dashur miq, çajin e kam gati. Dhe më bëftë mirë dhe duhet të themi Allahume salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Faleminderit Zotin që e kemi profetin ton të mrekullueshëm, profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, i cili pra na ka mësuar se nëse keni ujë edhe dhe, qoftë edhe një saksi dhe ju nuk mbjellni diçka në të, atëherë e keni përbuz bereqetin, begatin e Zotit. Besoni që minimumin ja 30 euro çaj paketimi që i kisha harxhu. Kështu që 30 euro i kom shpëtu, nuk blej paketime të lloj-llojshme me kesica, me sende, ku ta dish çfarë lloje të barnave ka aty, po e bëj vetë me një saksi. Tjetër herë do t'ju tregoj edhe për bozilukun edhe diçka tjetër. Mirupafshim, bëni like, follow dhe mos harroni shpërndajeni sepse njerëzit duhet ta mësojnë fjalën e Zotit, të cilën na ka transmetuar profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, dhe ne jemi mirënjohës. Edhe shkenca madje, sepse profeti Muhammed ka qenë edhe shkencëtar, po nëse, si të qoftë. Bëni share, bëni like, se çdo kujdes u bëni mja mbush mend.